Serbët në verinë e Kosovës e kanë mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës që të zbatojë disa lehtësira në zbatimin e ligjit për të huajt. Megjithatë, drejtori i organizatës jo qeveritare aktiv në Mitrovicë të Veriut, Miodrag Miličević, thotë se akoma shumë prej informatave i kanë të paqarta. Shumica e këtyre paqartësive janë në lidhje me lëvizjen, përdorimin e veturave dhe të ngjashme, sepse sipas njoftimeve më të vonshme nga Ministria e Brendshme, është e paqartë për ata që kanë në shtetësitë e dyfisht, si mund të hyjnë, sa mund të qëndrojnë. Më e rëndësishme është çështja për institucionet shëndetësore, arsimore, studentet e të ngjashme. Na duhen disa njoftime shtesë të cilat presim nga qeveria dhe Ministria e Brendshme. Të rinj që studiojnë dhe udhtojnë në Kosovë mund të vinë dhe të qëndrojnë për 12 muaj. Megjithatë, universitetet do të duhet të përgatisin listat e atyre studentëve dhe të dërgojnë kryetarëve të atyre komunave për t'i dërguar institucioneve kosovare për aprovim. Ligji për të huajt ka filluar zbatimin nga sot. Përmes tij qeveria po synon që t'i pajisë me lehtëqëndrim të gjithë të huajt të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës dhe qëndrojnë për më shumë se 3 muaj. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se qytetarët e huaj me të hyrë në kufi kanë një afat ligjor traditor për të deklaruar adresën se ku qëndrojnë. Deklarimi mund të bëhet në stacionet policore ose përmes një aplikacioni. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosja Rjeta Fejza tregon disa nga detajet e zbatimit të ligjit. Institucionet të cilat funksionojnë në Republikën e Kosovës do të kemë përgjegjësi që ta furnizojnë Ministrinë e Punëve të Brendshme me të dhëna të sakta në raport me individët të cilët do të kenë nevojë për këtë lehtëqëndrimin, i cili do të jetë 3 muaj, e pastaj do t'i nënshtrohet zbatimit të ligjit të tërësishëm. Kjo sigurisht në fokus ka studentët të cilët jetojnë në fakt studiojnë në Republikën e Kosovës, por edhe ata të cilët punojnë në sektorin e arsimit dhe atë të shëndetësisë. Përmes këtij ligji si të huaj trajtohen edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës. Mirpo Fejza thotë se kjo çështje do të trajtohet në disa faza. Ka dhe student nga Presheva të cilët i vazhdojnë studimet në Republikën e Kosovës dhe ne besojmë që kjo është një fazë e kemi konsideruar si një fazë e rëndësishme e cila do t'i ndihmojë në tërësi procesit të zbatimit të ligjit. Televizioni ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga përfaqësuesit shqiptar në Luginë të Preshevës, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje.